E na duhet me di që Islami është një stil jetë. Islami nuk është një peshë që na e hekim edhe e vesim kur dona. Islami nuk është një gjë plotësuese e jetës tonë. Islami duhet me kenë stil jetet për njeriu. Duhet me kenë ligj për muslimanin, fjala e Allahut Azza wa Jall edhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krijesa mërziten, ndërsa Allahu Azza wa Jall përpuna zigëzohet kur njeriu i kthehet me pendim Allahut Azza wa Jall. Thot, o Allah, ti je robi jem dhe unë jam Zoti jot. Gabon, prej gëzimit dhe madh. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall gëzohet me pendimin e njeriu më shumë se sa ky person. Një prej mënyrave që shejtani e mashtron njeriu masi ai i zhytet në gjunahe, është që do të ja humbë shpresën prej kthimit tek Allahu Azza wa Jall. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jall dhe kundërta nena thërret për tek pendimi, thot Allahu Azza wa Jall, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj o ju robërit e mi të cilët i keni kalu caqet, i keni bozohu vetvetes. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën për mëshirës e Allahut Azza wa Jall. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë që Allahu i fal të gjitha gjunahet. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Me të vërtetë që ai është falës mëshirëplot. Pejgamberi selam thot innamal a'malu bil khawatim. Me të vërtetë që veprat janë sipas përfundimit. Edhe pse dikush ndoshta e ka kalu jetën me gjunahe, por se e mbyll me bindjen e Allahut Azza wa Jall, rëndësi ka mjesa se si e mbyll njeriu jetën e vet. Sa jena në kulmin në fundin e 10 ditëve të para të muajit të shahit të Dhulhijhes, ditë të cilat janë cilësu në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam si 10 ditët më të mira të vitit. Dje po kanë edhe dita e Arafatit, një ditë po ashtu e veçantë, ditën të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala liron një numër të madh të njerëzve prej zjarrit të xhenemit dhe i cakton me kanë prej banorëve të xhenetit. Po ashtu agjërimi i kësaj dite është shkak për me u fal gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit vijus, siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Këto ditë janë ditët e cilat përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, ndarohen shenjat e fesë së tij dhe po ashtu në këtë ditë haxhiler shkojnë me vizitu shtëpinë e Allahut subhanahu wa ta'ala për me kërku knatësinë e tij. Muslimani është dashur me e pyet veten e vet se me çai ka veçu këtë ditë. Ai ka veçu adhurime të veçanta me Allahut Azza wa Jall, ai ka lexu Kur'anin, ai ka përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, i është kthy Allahu subhanahu wa ta'ala me pendim për gjunahet që ka bërë. E në radhë, muslimani duhet me di që ajo që muslimani kërkon në xheneti Allahut Azza wa Jall. Në xhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala, si sa tregon profeti sallallahu alaihi wasallam, ka gjëra që syni nuk i ka pa, veshi nuk i ka ni, edhe as mendja e njeriu nuk i ka shku për ato mirësi që gjenden në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Bile na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve të tija për personin e fundit që ka me hinë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Personi i fundit që ka me dalë për xhenemit, musliman, sepse Allahu Azza wa Jall nuk i barazon besimtarët me mosbesimtarë. Ka me dalë personi i fundit për xhenemit dhe ka me dalë duke u rrëzu. Rrëzohet pra prej dënimit që ka pasur në xhenem. Edhe i thot Allahu subhanahu wa ta'ala që shko edhe hyn në xhenetin Allahu Azza wa Jall, shkon me hi, por se i duket, kur shkon të dera xhenetit, duket xheneti duket plot. Edhe shkon tek Allahu Azza wa Jall edhe i thot, o Zoti jem është plot, nuk ka vend. Edhe Allahu Azza wa Jall i thot në këtë formë shko 3 herë. Edhe ai thot që nuk ka vend, kjo gjë nuk 3 herë. Në herën e tretë, Allahu Azza wa Jall i thot ti person që shkove për ty është sa dynjaja edhe sa 10 herë sa ka dynjaja. E kjo bëhet fjalë qysh ku është kriju dynjaja deri në shkatërimin e saj.
pra për mirësive që ka kjo botë. Ky është problemi që Allahu Azza wa Jalla ka përgatitur xhenetliot në rangun më të vogël, muslimanit në rangun më të vogël. Po ashtu, siç na tregon profeti alayhis salam në për haditheve të tija, vendi i kamxhikut në xhenet është më i mirë se sa dynjaja dhe çfarë ka në të. Muslimani duhet me e ditë që në ditën e gjykimit ka më dhënë llogari para një mbretit të madh, të fuqishëm, mbreti i botrave, Zoti i botrave, edhe ose ka për të ndërshku ashpër, ose ka për të shpërblymi një shpërblim të madh. Në me gjithat e shumë kush prej nesh flan, pa merak i shkujdesun edhe nuk trezohet për atë ditë kur ka më dhënë llogari për veprat e veta. Bile në ditën e gjykimit, për të pa hallet që kanë mosbesimtarët në xhehenemin e Allahut Azza wa Jall dhe mirësitë që kanë muslimanët në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se merret ai personi që ka pas shumë halle, shumë probleme në këtë dynjë, por se ka qenë besimtar i Allahut Azza wa Jall. Ka me umar edhe vetëm ka më fut në xhenet edhe ka mund zja. Vetëm një herë, ka më fut edhe ka mund zja. Edhe ka më pyet ky person se a ki pa ndonjëherë keq në jetën tënde, a ki pas halle, probleme. Edhe ka më thënë që jo, mashallah asnjëherë s'kam pa keq. Ndërkohë që ka u marrë mosbesimtari i cili ka shijuar gjitha mirësitë e kësaj bote për mirësie materiale. Edhe ka me u fut edhe ka mu nxjerr në xhehenem. Thjesht ka me u fut edhe ka me u nxjerr. Dhe ka me thënë a ki pa ndonjëherë mirë, a ki pa ndonjëherë mirësi në jetën tënde, ka me thënë jo kur s'kam pa, bëhet mirë në jetën tënde. E muslimani duhet me ditë e para në rrugë të parë se pse është krijuar. Qëllimi i krijimit njeriu. Njeriu nuk ka shkruar po një qëllim. Gjithsesi cili prej nesh është krijuar një qëllim të caktuar. E qëllimi i krijimit të njeriu na tregon për te Allahu Azza wa Jalla në Kur'an duke thënë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjithë dhe njerëzit e Allahu Azza wa Jalla nuk i kam krijuar për arsye tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. واشهد الله عز وجل في القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën për të pasur se cili për jush është më vepër mirë. Allahu Azza wa Jall po ashtu i cilëson njerëzit në humbje përveç një grupi të caktuar njerëzish. Në surën Asr Allahu Azza wa Jall thot wal asri innal insana lafi khusr. Po shërkohem nga Allahu Azza wa Jall në të vërtetë që njeriu është në humbje. Illa përveç kujt? Përmend një grup personash me disa cilësi të caktuara. Thot illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besu, që kanë besu Allahun Azza wa Jall. Wa amilu s-salihati, edhe kanë vepru vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi, edhe janë këshillu në të vërtetën, wa tawasaw bis sabr, edhe këtë të vërtetë që e kanë pasu, janë këshillu që me duru në këtë vërtetë, sepse kjo vërteta normalisht ka edhe vështirësi dhe duhet me bë durim në këto vështirësi. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për realitetin e kësaj dynjaje duke na thënë që vlera e dynjas në lidhje me botën tjetër është sikur se ndonjëri për jush me marr gishin dhe me fut në det dhe me nxjerr. Aty çka ka marr prej detit në krahasim me detin, aq është vlera e dynjas në lidhje me ahiretin. Sepse kjo dynja është një jetë kalimtare. Na jena duke kalu prej te pika A deri te pika B. Na jena në një provim ku jena duke mbush fletë e këtij provimit me veprat tona. Allahu Azza wa Jall këtë po thon për te o mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Edhe jeta e kësaj dynjaje nuk është asgjë tjetër vetëm se një knatësi e rrënd, thot Allahu Azza wa Jall. Prandaj muslimani duhet me kushtu rëndësi urdhënesave të Allahut Azza wa Jall, edhe me ju nalu caqeve, kufive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sidomos
për ato gjanat parësore, sepse njeriu fillon edhe i marr gjanat më e rëndësishmja, më i vjen te gjanat me radhë. Më e rëndësishmja ajo që vjen më saj, ajo që vjen më saj. E para gjani në Islam siç e dina shahadeti, dëshmia se nuk ka të adhuruar me drejt vetëm se Allahu Azza wa Jall, nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. E direkt mas kësaj dëshmie e cila e fut njeriu në Islam është namazi. Namazi me ngu njeriu ballin e vetë në sejdë për Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo është gjoja e parë për të cilën muslimani ka më pyet në ditën e gjykimit tek Allahu Azza wa Jall. Në qoftë se llogaria e namazit ka me të në rregull, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe pjesa tjetër e llogarisë ka me shku në rregull. Në qoftë se kjo llogari ka me kënë e mangët, nuk ka me kënë në rregull, edhe pjesa tjetër e llogarisë nuk ka me shku në rregull, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në hadithet e tij ai na tregon se dallimi mes nesh dhe tyne, mosbesimtarëve thot, është namazi. Ndërkohë që sahabët shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk e konsideronin një vepër si mosbesim lajën e saj vetëm se lajën e namazit. Bilej i mjafton muslimanit si përkujtim në lajën e namazit apo mos rregullsin në faljen e tij, çështja e dietarëve ku kanë diskutuar se a është musliman apo nuk është musliman ai i cili nuk e fal namazin. Muslimani për mos të hyjë në këtë vorbull, e fal namazin në mënyrë që me kanë i rregullt me Zotin e vet, sepse në radhë të parë dhe në fund është ai përfituesi vetëm, është njeriu i cili përfiton. Sepse Allahu Azza wa Jall as nuk i shtohet në pushtetin e tij diçka, as nuk i mësohet diçka në pushtetin e tij, nëse na i bindën atij, edhe punën apo ashtu, nëse na punojmë Allahun Azza wa Jall, as nuk i paksohet gjë në pushtetin e tij, as nuk i shtohet gjë në pushtetin e tij. E na duhet me di që Islami është një stil jetë. Islami nuk është një peshë që na e hekim edhe e vesim kur dona. Islami nuk është një gjë plotësuese e jetës tonë. Islami duhet me kenë stil jetë për njeriu. Duhet me kenë ligj për muslimanin, fjala e Allahut Azza wa Jall edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse gjithsecili prej nesh është gabimtar. Në fund të ditës, secili prej nesh është gabimtar, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Secili njeri bire e Ademit është gabimtar. Wa khairul khata'ina tawwabun. Edhe gabimtarët më të mirë, thot profeti alaihi salam, janë ato që i kthehen Allahut Azza wa Jall me pendim. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka nxitni në Kur'an dhe pejgamberi alayhi salam në hadithet e tija që me u kthy Allahut Azza wa Jall me pendim dhe me i kërku atij falje. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe të gjithë ju besimtarë kthehuni tek Allahu Azza wa Jall me pendim në mënyrë që të arrini shpëtimin. Pra Allahu Azza wa Jall e ka lidhur shpëtimin me pendimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." Ju që keni besu kthehuni tek Allahu Azza wa Jall me një pendim të sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Në mënyrë që Zoti ju i me ju fal ju gabimet e tuaja, me ju fut ju në kopshte në për të cilat rrjedhin lumeni. Nëse dikush don me arrit dashninë e Allahut Azza wa Jall, një prej mënyrave është pendimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse gjunohet e tij i kishte të faluna, transmetohet se i ka kërku Allahut Azza wa Jall falje 100 herë në ditë, kurse në disa transmetime të tjera 70 herë në ditë, çdo ditë. Bile njeriu nuk duhet edhe me e humbë shpresën për të mëshira e Allahut Azza wa Jall dhe kërkimi i faljes ndaj tij, sepse njeriu kur i bjen derë shumë herë dikujt tjetër, mërzitet, krijesa mërzitet,
Ndërsa Allahu Azza wa Jall përkundrazi gëzohet kur njeriu i kthehet me pendim Allahut Azza wa Jall. Për këtë është argument një hadithi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku na thotë që Allahu gëzohet me pendimin e njeriu më shumë se kur dikush për jush është duke udhëtuar me kafshën e tij në shkretën e tij. Edhe në këtë kafshë ka ushqimin edhe pijen e tij. Për një moment kafsha e tij i humb, me ushqimin edhe pijen e tij. Edhe ai ulet në qetet diku, edhe vetëm pret sepse nuk ka më shpresë. Ndërkohë që kur hap syt shef që ka kafshën me ushqimin edhe pijen e vet. Edhe për gëzimit të madh thot: "O Allah, ti je robi jam dhe unë jam Zoti jam." Gabon për gëzimit të madh. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Allahu Azza wa Jall gëzohet me pendimin e njeriu më shumë se sa ky person." Pra Allahu Azza wa Jall gëzohet me pendimin e njeriu, edhe e don pendimin, e don robin e vet kur kthehet tek ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Sikur njeriu birja e Ademit do kishte një lugin me orë, kishte me dash 2 lugina. Ndërsa gojën e tij nuk e mbush asgjë tjetër vetëm se dheu, pra kur të varroset. E Allahu thot ja pranon pendimin atij që pendohet sinqerisht tek ai." Një prej mënyrave që shejtani e mashtron njeriu masi ai i zhytet në gjinohe, është që do të ja humbë shpresën prej kthimit tek Allahu Azza wa Jall. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jall dhe kundërta nena thërret për tek pendimi, thot Allahu Azza wa Jall: "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim." Thuaj o ju robërit e mi të cilët i keni kalu caqet, i keni bozullun vetvetes. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën për mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë që Allahu i ka të gjitha gjinohet. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Me të vërtetë që është falës mëshirëplot. Po ashtu muslimani duhet me ditë që veprat janë sipas përfundimit. Pejgamberi selam thot: "Innamal a'malu bil khawatim." Me të vërtetë që veprat janë sipas përfundimit. Edhe pse dikush ndoshta e ka kalu jetën me gjinohe, por se e mbyll me dinin e Allahut Azza wa Jall, rëndësi ka mjesa se si e mbyll njeriu jetën e vet.